Mirë se erdhe drejtar, mirë se erdhe në studio tonë. Knatësi. Agjencia Kadastrale, se di pse kur se kemi pas një temë të paktën në emision rreth kësaj agjencie. Realisht i kena zgjedhur dhe emisionet e pasdites zakonisht për prezentimin e aktiviteteve dhe punëve që realizohen për anës të agjencisë. Këtë fund vit kena vendosur që me qenë prezent, shumë knacimi u pas, sidomos me folë për sukseset e juja. Tash, Agjencia Kadastrale e Kosovës, çka dënë me thonë? Agjencia Kadastrale është institucioni qendror sa i përket fushës së administrimit të dhonave gjapësinore, fushën së kadastrit. Se institucion funksionon në dy nivele. Janë zyret kadastrale komunale, edhe është Agjencia Kadastrale Kosovës si organ qendror ku i runë edhe dhonat, edhe ka databazën për dhona pronësore, e gjithë shka tjetër që lidhet me pronën, po edhe me dhona gjapësinore. Ju isheni tokat e të gjithëve? Por, realisht, deri tash e kena po veç na, si agjencija së zyrtarë, tash e kena publiku edhe për gjithë qytetarë, gjithë institucionet, gjitha bizneset. Edhe token, lypi token e Denis Popos Mdel? Pa problem, do më thonë, shkon të parcela, hyn atë, e ki pronari kush është, nëse ka ndonjë ngarkesë, hipotek, vrejtje, çfarë tjetër, atë ka mundësi me po. Ne mundemi edhe njëri tjetrit me pa kur ka toka në mbar Kosovën? Po. Këto janë zhvillimet cilat... A e din këtë dokument na mi marë sa është dasht kohë me prit? Realisht po, tash është mundësia me marë online. Në thonë përmes e Kosovës, 24 orë, 7 ditë javës, në 12 natës nëse teket me nxjerr certifikatën e pronës, mënesh me hije. Nuk keni nevojë me je dita doli aty me lyp se nuk ju del kur gjo, veç si është faqja? Agjencia Kadastrale e Kosovës, është gjeoportali shtetëror. Do të një lloj verifikimi normalisht. Okej, por shkak që me urujt dhonat. Okej, Agjencia Kadastrale, o sa e bukur është gjeoportali shtetëror. Po. Informacione të tërësishme gjeografike. Po. Do më thonë, vizioni dhe misioni agjencisë, se prej kur e ku marrë dhe heqin agjencisë, qëllimi ka qenë që gjithçka me bo transparente, gjithçka me hop. Një dhonë gjapësinore cila është për publikun është e vlefshme. Do në qëllimi ka qenë se sa ma shumë që hopëm, sa ma shumë që publikojnë atë dhonat, ngritet cilësia dhonave, ngritet cilësia shërbimit, ngritet siguria transakcioneve pronësore që njerëz kryjnë shitblerje në bazat rregulla ditore. Tash, ju këna dhonë qase edhe në terve, ju ka dhonë qase në ndërmjetësuesve, për mbaruzve, gjëdet dhe të licencum, e institucione bankave, institucione tjera mikrofinanciare, kompanive të sigurimit. Do më thonë, qëllimi ju është që gjitha institucione, gjithë qytetarë që kanë nevojë për dhonat tona, me pas qasin tu. Po, edhe online, shumë shpejt. Po, asni procedurë, sepse nëse deri tash arritje që kena pas, edhe këto që i kena prezentu tash në fund të vitit, ja kena letu jetën njerëzve, bizneseve. Do më thonë thjesht, është dasht me shku të noteri, është dasht me shku me marrë një certifikat pronës, nashta ke hup një javë ditë për një punë që ke mujt me kry, edhe tash e krym prej shtëpisë realisht. Këtu ka modeli digital i terrenit, harta topografike, rindërtimi informacioneve kadastrale, njësit, sistemi adresave. Ka projekte që janë realizu këtë vit, krejt këtu janë që janë realizu. Trashëgimia kulturore, mbrojtja e përhershme. Po janë ato hapësirat ku realisht janë në mbrojtjen e institucioneve përkatëse. Është një hapësirë ku realisht nëse hyn të në ditën më është më volumtu se ka dhona interesant. Po thu me lonë njerë, për njerë me vazhdu me interviste. Lezoj se upe, a mu qenë ka faqja perfekt, pas në ambri me po që është të shtetit në do një faqe ka qatë të avancume. Realisht gjeoportali që është lancu është produkti fundit. Më herët ka qenë konë shumë probleme me manëvru për shkak që konë një platforme vjetër, ka pas probleme të lashe në funksionim, tash është diçka që është i përdëshëm për telefonit. Më herët kom problem me funksionu në telefon, tash funksionon në telefon pa asnjë problem. Si aplikacion? Po. A keni dhëna sa është rrit numri aplikimeve online krahasu me shërbimet fizike? Realisht, tash po flas për noter, si produkt fundi që kena lancu, për shembull për 2 javë, 3 javë, janë dikon rreth 1300 aplikime që kanë bërë noter direkt sistemin tonë. Kur po thonë noter, nashta kësha spjegu se qysh ka qenë më herët.
secili qytetar dash me shku me marrë certifikatën e prunës në zyre kadastrale dhe kopjen e planit. Fizikisht me ardhur te noteri. Kur ka ardhur te noteri ka hartu aktin notarial, ku do është atë akt me marrë dhe me shku prap në komunë, me prit në radhë, me dorëzu. E ka dorëzu aktin, u dash me marrë flet pagesa, këtë për këto procedura që realisht ngon shumë burokratike, kanë hub kohë, edhe u dash me gjetë në intervencë për më kry lënda më shpejt e gjithçka tjetër. Tash qytetari ka vetëm një adresë. Hyn në Kosovë, e merr certifikatën, e merr kopjen e planit, shkon te noteri. Falni. Se jo, me fol për gjithë këtë digitalizim të Kosovës. Në momentin që shkon te noteri kyn këtë procedurat. Hartohet akti notarial, edhe noteri është ndonë në sistem. Nuk ka më qytetari nevojë me marrë pe noterit me shku atje. Po tash kur të hyn sistem, sistemi është i programuar që kushdo që aplikon i pari më shërbi i pari. Nuk kena nevojë më për intervenca, për me gut London në diçka. Po që funksionon shpejt njëjtë për gjithë edhe në njëjtën kohë. Edhe neve se zyrtar. Të gjithë jemi të partë. Fiks. Neve se zyrtar na ka letu puna. Se kur ka Londa fizikisht u dosh me marr, me skanu, me protokolu e procedura tjera, tash ai vjen direkt sistem, është skanu me pejonës noterit, është digitalizuar, thjesht i veç kemë përpunu. Domethënë rritet jashtëzakonisht shumë cilësia e shërbimeve dhe performanca e zyrtarëve të zyreve kadastrale komunale. Po normalisht edhe qytetarët përfitojnë jashtëzakonisht shumë sepse është një punë që na shta e krym për 2 orë te noteri, procedurat, hartimit kontratës dhe çaq ka punë. Jo 2 ditë, 3 ditë, 4 ditë për me shku me dokumenta, me flet pagesa, me Çfarë shërbimesh tjera kryen një agjenci kadastrale? Realisht përgjegjësia jonë është shumë e madhe. Edhe qëllimi edhe ideja jonë ka qenë që na si agjenci më hop. Sa më shumë që na hop për institucione tjera, na është ngarku puna, obligimet, sepse ti nëse jep çasti dikujt për me marr donat tua ti dush me nejt gati me shërbim, mos më ndërprej shërbimi. Tash krejt institucionet, bizneset, qytetarët në formë se tjetër kanë më lidhë të çështja financiare. Edhe nëse dën me marr një hipotekë, edhe nëse dën me zhvillu si biznes, ose si individ, edhe institucione që dojnë me bë investime kapitale. Asnjë rrugë nuk kryhet pa e rregulluar çështën financiare. Pa definuar çështën financiare. Do kjo ka një mision i uni që realisht dhonat kadastrale me kon qasme për gjithë, edhe besoj që në aspektin e procedurave në është tani për kapital. Për marrëm shembull rrugën e Podujevës, nuk ka mujt me vazhdu pa u rregulluar disa çështje financiare. Tash mos është rregulluar ato, domethënë rruga si shbo. Si ajo zona atje Gjakov Klina? Po, njëjtë. Po aty kena do të lashe që jena aty zgjidh, po ka kësi probleme dhe ka pas kësi probleme se cilën investim kapital. Domethënë gjithçka fillon me kadastër, edhe përfundon kadastër. Edhe nëse shtëpi nëse do me rregullu, ti do të më rregullu çështën, me definu çështën financiare, me shku me marr lejen, pastaj në fund kemi regjistruar pranë kadastër. Kjo është një prej fushave, pastaj ka edhe fusha tjera, për shembull në Gjeportali kena rreth 80 informacione që janë publikuar, që hyn në punë institucione ndryshme, profesionistëve ndryshëm. Çfarë janë ato informacione? Po që përmendëm herët modeli digital i terrenit. Është komplet konfiguracioni i Kosovës që realisht nëse do me bëni planifikim të një zone, se të një qyteti. I merr gjitha informacionet faqe. Të gatshme dhe saksia është shumë e madhe. Shumë herë s'ka qenë. Tash edhe nëse hin edhe në Gjeportal, si qytetar mund me pa komplet konfiguracionin e terrenit. Nëse dojna me bleni parcel, po se dina është rafta, është pjert, mund me hin në Gjeportal edhe me pa saktë që është konfiguracioni. Okej, pas na punë pas programit. Një zonë në Gjakov, mi pa. Ky Gjeportali shumë i rëndësishëm edhe për bizneset, po edhe për si individ. Munden nëse shohin një zonë të zbrazët një tokë dhe kanë interes me i me ble, vetëm hinë në faqe edhe shohin kush është pronari. Saktësisht. Kush është pronar, a ka ndonjë ngarkesë, çu është gjendja e saj. Tash misioni ose vizioni jonë për të ardhmen është që me grumbullu këtë dhona gjapësinore. Për shembull, ne kena dhona ndonë me planifikimin e zhvillimor urban që kanë komunat. Qëllimi është me marrë atë planifikim zhvillimor urban dhe me vendosë Gjeportal. Që ti si qytetar, si biznes, nëse do me zhvillu një parcel, do me bleni një parcel me ditë saktësisht ç'a planifikohet ato. A është ndërtim, a është gjelbrim? Po a guxon me ndërtu apo jo? Krejt informacionet janë. Dhe ju e keni gjithë territorin në Kosovës. Komplet territorin në Kosovës. Edhe Mbrezovic mundë me gjithë tokë në tash. Po, ka atje do më të ndihen informatat se atje kush është pronar,
Sa i përket planifikimit, kjo është diçka që duhet mi marrë donat prej urbanizmeve të drejtorive të urbanizmit të komunave, po që është si punë për vitin e ardhshëm, po më rëndësi platforma ekziston, mundësia për mi vendos ato ekziston, edhe besoj që kena me arrit vitin e ardhshëm me kompletu si geoportal me shumë dhona. Sa më shumë dhona, bëhet më interesant. Ky popull viteve të fundit ka lëviz shumë, ka lëviz brenda qyteteve dhe nuk e di që shqëndroni me sistemin e adresave. Për herë të parë është kompletu sistemi e adresave në komplet territorin e vendit. Nuk ka asnjë rrugë pa adresë zyrtare. Pej Veriut, do të thonë deri në jug, pej Lindjes në perëndim, secila rrugë ka adresën e vet zyrtare, secili objekt ka numrin e vet zyrtar. Mo nuk kena nevojë me orientu, me ndërtesa, me objekte të ndryshme, thjesht e jep emrin e rrugës, numrin e shtëpisë, edhe qoftë taksisti, qoftë emergjenca, gjithçka tjetër, vjen pa humb kohë edhe pa humb orientimin saktësisht para derës tonë. Secila shtëpi e ka hyrjen me një saktësi 1 metër. Domethënë për vitin e ardhshëm është një aplikacion Ares Mobile që thojna, që ka filluar procedura e krijimit tina. Kë aplikacion ku më shërby gjitha institucioneve. Qoftë emergjenca, qoftë polici, prokurori, taksista, kompanive që shpërndojnë mall dhe gjithçka tjetër, kemi dhënë emrin mbi emrin e rrugës, kemi dhënë numrin e objektit edhe nuk ki nevojë të më lodha po vjen ajo. Sepse kjo ku më kon pa pagesë, ku më kon i qasshëm edhe direkt ku më letu rrugën, procedurën, ku më kursy kohë, ku më kursy naftë, përse cilën për atyne që e humbin rrugën nëse diçka tjetër. A konsiderohet kjo si investimi më i madh kapital për agjensinë? Unë shumë herë them që projektet që realizohen për agjencisë janë projekte me rëndësi të veçantë, sepse mund të mështruar një rrugë, po mas 5 vjete prishet. Nëse definon saktësisht çështën pronësore, nëse kena bëu emërtimin edhe digitalizimin e komplet rrugëve, këto mbesin për gjithmonë. Asnjë rrugë nuk mundet me ndryshu emrin për një periudhë 10 vjeçare. Emërtohet sa tek mas 10 vjetë mundet me ndryshu kuvendet komunale. Por realisht na vitin e ardhshëm kena më mësu se ka është edhe obligim ligjor për me përdorur adresën zyrtare. Kena bërë disa kufizime për qytetarë që mos më mund të marrë certifikatën e lindjes, certifikatën e pronës pa adresë zyrtare, janë mbi 1 milion qytetarë që kanë deklaruar adresën zyrtare. Tash rrjedhimisht kena shërben neve edhe për planifikim. Edhe na e dina ku e kena dyndjen e popullsisë. Institucionet që merren me planifikim, me shërbime të ndryshme, realisht kjo i shërben jashtëzakonisht shumë. Sepse ti e din ai ki 30.000 banor, ai ki 50.000. Për shembull na dina për Kosova, për marrëm si shembull që kena këto ofër, me shku me po fizikisht atje, e shaqysh një dyndje popullsisë. Nëse më regjistrim janë 30.000. Ka një diskrepancë shumë madhe, tash me obligimet për deklarimin e adresës në dina saktësisht. Edhe ku është koncentrimi i popullsisë, që realisht ato tani ndikon direkt te institucionet që më marr masa për me rrit cilësinë e shërbimeve. Çfarë do kufshin ato? Nëse se llogarisim Prishtinën, ku është dyndja e popullsisë, ku se di për momentin se që kum analizu, po këto informacione kanë me kon për institucione që kanë interes me pas. Edhe na e dina si për investime, si për çka do tjetër. Edhe na kena me ditë ka na lëviz popullsia. Sepse ku më qenë obligim nëse ti bën zhvendosje edhe të përkohshme me deklaru adresën. Që mos marrë më të lyp gabimisht, ose më ta pruni ftesën, mos më paraqiti për çfarë do çështje qoftë proces gjyqësor, qoftë për me marrë një dhuratë që shumë mërcët, do më thonë mos më huq. E ka adresën e saktë. Çfarë prioritete keni drejtor për vitin e ardhshëm? Vitin e ardhshëm e kena një prioritet kryesor që është organizimi vertikal. Këto zhvillime që kanë ndodhur, këto reforma që kanë ndodhur, kena hasën probleme në implementim në zyre katastrale komunale. Kur po them kena hasë probleme për shkak që drejtorët e zyre katastrale komunale janë të emëruar politik. Qëllimi është që na më marrë në aspektin administrativ zyrtar që janë atje për gjec. Sepse atje në sistemet tona i shfrytëzojnë, donat tona i shfrytëzojnë, po rrugën ja jep kryetari i komunës, po them. Kushtimisht edhe në aspektin administrativ ne nuk na përgjigjen. Qëllimi është që mi marrë ata edhe në aspektin administrativ, edhe mi vendos drejtor kompetent. Domethënë është e përcaktuar me ligj me kon drejtori i zyrës katastrale komunale, o jurist, o geodet, jo veterinar, jo profesione tjera që s'lidhen. O zot, ai të thonë që ka edhe veterinar? Po. Veterinar, gjyqtar, dizajner,
Po dosh me fyja asnjë prej profesione, po është probleme hinë në rrjedha të. Edhe realisht tani ka probleme edhe në cilësinë e shërbimeve që. Pra vitin e ardhshëm secila drejtori e ka të agjencisë njërin kompetent në komunë. Po. Kjo është e vendosur, a është vetësi ide tani? Ligji kadastrit është, do të bëhet edhe një plotësim ndryshimi i ligjit për administrimin dhe menaxhimin e financave të shtetit lokal. Ne kemë ndërruar atje dhe kjo realizohet. Kjo është misioni kryesor, po ka edhe punë tjera, angazhime tjera, kena me vazhdu me rindërtim të informacioneve kadastrale. Shkurtimisht e kisha përmendur është një projekt që është realizuar në 91 zona kadastrale, në komplet territorin e mbi 1300 zona kadastrale, 91 zgjedh me prioritet. Ç'a bën rindërtimi i informacioneve është që i përkthen tokat që kanë problemin është që 50 vjet. Do të thonë, janë ekipet atje, shkojnë bëhet motja e parcelave, bëhet motja e objekteve, zyrtarizohen transaksionet informale, unë tek na shit tek na blem me shtrëngim dorë, por kurse na çit në kadastër ky projekt është pa pagesë, edhe kryen këtë shërbimet, edhe këtë probleme që janë trashëguar ndër vite. Tash jena në një fazë të fundit në këto 91 zona kadastrale, e kisha ftuar gjithë ata qytetarë të këtyre zonave me shku në zyre, me plotësu dokumentacionin, sepse kanë bërë veç kërkesë, ka raste që s'kan dorëzuar, s'kan plotësu dokumentacionin, që ata kanë me kryen një lloj aktivitetit, me plotësu në mënyrë që në mars të vitit tashëm përmbyllet komplet si projekt, po që është i rëndësisë shumë të madhe sepse një projekt i tillë vjen një herë në 50 vjet. Edhe qëllimi jonë është për një periudhë 10 vjeçare me ecë në komplet territorin e Kosovës, edhe me përfshi secilën zonë, edhe me kanë si projekt, si ndihmë për secilin qytetar. Kjo është një prej aktiviteteve tjera që të tregon aty kur është për 99 vjet dhe kur është e përhershme, apo krejt informacionin Geoportal, okay. Ju shkoft mbar edhe me këto projekte tjera shumë të rëndësishme, mu po më vika shumë keq që asnjëherë s'jemi ul me diskutu për agjencinë kadastrale, që ka kaq shumë rëndësi, ndoshta edhe ata dëgjues që janë me ne kanë vrapu për dokumenta vazhdimisht, po ne s'kemi qenë këtu me diskutu. Do të jemi në kontakt për çdo tret mirë nga agjencia, shihemi prapë në studio drejtor. Na vjen po shpesh, sepse dinamika e ndryshimeve. Ka shumë punë të mira edhe shpesh herë. Mirorshi. Me shumë knaçi, gëzuar festat e fundvitit. Knaçi. Faleminderit shumë. Ishte në studio me ne Avni Ahmeti, është drejtori ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës. Sot ma letë se kur keni qasje në prona, edhe në dokumenta, edhe me pa kush qysh çka, por edhe për me investu nëse e keni planin që sot prona është investimi më i mirë në botë. Më duket për herë ka qenë. Tash është hala më i zëshëm dhe ka shumë i diskutueshëm. A kanë gjithë bota çështu faqen? Pak shtete kanë. Pak shtete kanë kështu. Domethënë publikimin e pronarëve është diçka që pak shtete kanë. Po na qëllimin e kena më bëu lider në rajon, po edhe më gjë. Edhe me këto reforma që na bëna lider në rajonin. Sa i përket fushës që na mbulojmë. Edhe misioni është hala më tutje që mu bo për atyne që shesë mendikun. Ana vjena e ditë në njerë, me zhjutë qef. Për momentin në shesim mend, vetëm sa zemër të mirë kemi dhe dorës gjatur jemi për tjerat pak. Jo për këtë fush. Edhe për këtë fush tash me shtu plusun, u bo drejtare.